Mund ta ngisni biçikletën, por para se të dilni në rrugë, ka disa gjëra që duhet t'i praktikoni. Në rrugë, duhet të jeni në gjendje të niseni shpejt, për shembull, kur semaforët bëhen të gjelbër. Për të nisur shpejt, lëvizni një pedal më lart, shtyni fort poshtë dhe vendoseni këmbën tjetër në pedal. Pedaloni përpara. Në rrugë, duhet të jeni në gjendje të ndaloni shpejt, për shembull, në semafor të kuq. Për të ndaluar, ndaloni pedalimin, mbajini këmbët pa lëvizur, frenoni me të dyja frenat dhe ndaloni duke vendosur njërin këmbë në tokë. Në rrugë, duhet të jeni në gjendje të ngadalsoni, për shembull, kur i afroheni një kryqëzimi. Për të ngadalsuar, ndaloni pedalimin, mbajini këmbët pa lëvizur, frenoni butësisht me të dyja frenat. Për të ecur përsëri më shpejt, hiqni duart nga frenat dhe filloni të pedaloni. Nuk jeni i vetmi në rrugë. Ka makina, ciklistë të tjerë dhe këmbësor. Kështu që duhet të jeni në gjendje të ecni me biçikletë në vijë të drejtë. Krijoni një shteg të ngushtë. Ecni përpara me biçikletë nëpër rrugën tuaj të ngushtë. Nuk do të ecni vetëm drejt përpara në rrugë. Duhet gjithashtu edhe të ktheheni. Kthehuni majtas. Kthehuni djathtas. Për të kthyer, ngadalsoni, ndaloni pedalimin, qëndroni ulur siç duhet dhe butësisht ktheni timonin majtas ose djathtas. Pas kthimit, filloni të pedaloni përsëri. Ka shumë njerëz të tjerë në rrugë dhe ka edhe tabela rrugore që ju tregojnë se çfarë mund të bëni dhe çfarë nuk mund të bëni. Kështu që ju duhet t'i kushtoni vëmendje. Ecni me biçikletë përpara dhe shikoni majtas dhe pastaj djathtas. Nëse dëshironi të ktheheni majtas, duhet të kontrolloni për të parë nëse dikush është pas jush. Ecni me biçikletë drejt përpara dhe shikoni prapa shpatullës së majt. Nuk jeni i vetmi në rrugë. Ju duhet t'u tregoni njerëzve të tjerë se në cilën anë po ktheheni. Biçikletat nuk kanë sinjale si makinat. Kështu që në vend të kësaj duhet të nxirrni dorën. Ecni me biçikletë drejt përpara. Nxirrni dorën në të djathtë. Vendoseni dorën përsëri në timon para se të ktheheni. Ecni me biçikletë drejt përpara. Nxirrni dorën në të majt. Vendoseni dorën përsëri në timon përpara se të ktheheni. Mund të shikoni majtas dhe djathtas dhe pas jush dhe të nxirrni duart. Provojini të gjitha së bashku dhe kthehuni majtas. Shikoni pas. Ngrini dorën e majt. Vendoseni dorën përsëri në timon. Shikoni majtas dhe djathtas dhe kthehuni majtas. Për të kthyer djathtas, nxirrni dorën në të djathtë. Vendoseni dorën përsëri në timon. Shikoni majtas dhe djathtas. Kthehuni djathtas.